Kapitulli 9. Të triumfosh mbi pengesat. Disa vite më parë, mbajta një seri leksionesh në Montreal dhe një vajzë erdhi të më vizitonte për të konsultuar me mua në hotelin Mount Royal, ku unë qëndroja. Që me të parën ajo më tha: "Po të shmendem, nuk mund të fle, e urrej veten dhe dua t'jap fund gjithçkaje." Ajo vajzë ishte e kulturuar, e arsimuar, e veshur mirë dhe shumë e bukur. Ishte shumë e pasur dhe jetonte në një apartament luksos. Ishte e martuar me një biznesmen të njohur dhe kishte 3 fëmijë me të. Teksa flisja me të, zbulova se pengesa e saj e madhe drejt lumturisë ishte ndoshkimi ndaj vetes, si edhe një ndjenjë e thellë faji e shoqëruar me një frikë të madhe nga ndoshkimi. 10 vjet para martesës, ajo kishte qenë një prostitut dhe kishte ushtruar profesionin më të vjetër në botë. Jetonte me frikën se mos i shoqë mësonte të kaluarën e saj. Ndjenja e saj e pendimit dhe urrejtjes ndaj vetes ishte aq turmuese sa që ndjente se nuk e meritonte të jetonte e as të kishte dashurinë e burrit dhe fëmijëve të saj. Ajo më tha se e donte shumë burrin e saj dhe se ai ishte njeriu më i sjellshëm dhe më i mirë që kishte takuar ndonjëherë. Për më tepër, ndihej se nuk ishte e denjë për shtëpinë e bukur, makinën e shtrenjtë apo lukset e tjera të cilat ai siguronte asaj. Ajo kishte kohë që merrte tableta qetësuese dhe kujdes psikiatrik, e megjithatë më tha: "Asgjë nuk më ndihmon, jam e kalbur brenda vetes." E pyeta: "A je tani besnike dhe ndershme ndaj burrit tënd?" Ajo u përgjigj: "Absolutisht, unë jam përpjekur të jem një nënë e përsosur dhe një grua e përkushtuar dhe besnike që nga dita e martesës unë adhuroj burrin tim." Pastaj i thash qetësisht: "E vetmja gjë që ti duhet të shërosh është mendimi që ke. Ndreqe mendimin tënd tani dhe gjithë jeta jote do të ndryshojë e do të jetosh në harmoni e plot gëzim. Gjithçka që ti përjeton është manifestimi i jashtëm i të gjitha mendimeve dhe besimeve që ke brenda vetes. E kaluara është vetëm kujtesa jote për të kaluarën. Rezultatet e ngjarjeve të kaluara, qofshin ato të mira apo të këqija, janë ende vetëm shprehje e të menduarit tënd të tanishëm. E vetmja dhimbje dhe vuajtje që mund të përjetosh është dhimbja e momentit të tanishëm. Ndreqe të tashmen, arrije paqen, harmoninë, gëzimin, dashurinë dhe vullnetin e mirë në këtë moment. Duke u thelluar mendërisht në këto gjëra dhe duke i besuar ato dhe duke harruar të kaluarën, ti do të kesh një jetë të re dhe të lavdishme. Ti tani je një grua e mirë, kjo është gjithçka që ka rëndësi. E shkuara ka vdekur, asgjë nuk ka rëndësi përveç të sotmes. Ti je një bashkëshorte dhe nënë e mirë tani, ndaj edhe ke plotësisht të drejtën tënde për t'i patur të gjitha bekimet e jetës." I tregova historinë e një djalit të vogël që kishte qenë shumë i keq. Nëna e tij i dha shumë punë dhe detyra shtëpie dhe e mbajti të mbyllur në shtëpi për një javë. Ai përmbushi të gjitha detyrat me shumë gëzim dhe në fund të javës nëna i tha: "Ti je një djalë shumë i mirë, ke bërë një punë të shkëlqyer." Djali i vogël u përgjigj: "Nën, a nuk jam aq i mirë tani sikur të mos kisha qenë kurrë i keq?" Dhe ajo u përgjigj: "Sigurisht që je, sa e mrekullueshme është e vërteta." I thash asaj vajze: "Ti je po aq e mirë tani sikur të mos kishe qenë kurrë e keqe." Nuk kam parë kurrë një transformim të atill. Sytë dhe i gjithë trupi i saj u gjallëruan dhe ajo më tha: "Më duket sikur më kanë hequr një toneladë me gur nga shpina ime. Tani e di që jam e mirë dhe e kaluara ka vdekur dhe nuk ka asnjë fuqi." Ajo u largua e për të rirë, e frymëzuar, e epërme, e eksaltuar dhe pothuajse në ekstaz. E kaluara ishte pengesa e saj. Tani është e lirë sepse kuptoi përfitimet e lavdishme që vijnë për ato që kupton se gjithçka që duhet bërë është të ndryshojë mendimin tonë të tanishëm dhe kështu ne ndryshojmë të gjithë jetën tonë. Ti mund ta gjesh përgjigjen. Zgjidhja qëndron brenda problemit. Përgjigja është në çdo pyetje. Nëse të shfaqet një situatë e vështirë dhe nuk mund ta shohësh dot qartë rrugën tënde, veprimi më i mirë është të besosh se inteligjenca e pafund që i di të gjitha dhe i sheh të gjitha, ka përgjigjen dhe po ta zbulon ty. Qëndrimi yt i ri mendor që po të jep inteligjenca krijuese të ofron një zgjidhje të lumtur dhe ti do ta gjesh përgjigjen. Kur ti fillon, inteligjenca e pafund përgjigjet.
I sigurt se një shëndrim i tillë do të sjellë rregull, plan dhe kuptim në të gjitha sipërmarrjet e tua, duke të mundësuar që t'i kapërcesh të gjitha pengesat. Ajo ndali se kritikuar i veten. Ti mund ta ndryshosh gjithë jetën tënde nëse vërtet të dëshiron një gjë të tillë. Duhet të heqësh dorë nga inati dhe vullneti i keq në mënyrë që të kesh jetë të mirë dhe shëndet të përsosur. Mendimet negative duhet të zëvendësohen nga të menduarit konstruktiv në mënyrë që të përparosh dhe të ecësh përpara në jetë. Njoha një zonjë e cila kishte zë të bukur për të kënduar, por ajo vazhdimisht e përçmonte për buste dhe kritikonte veten, duke thënë: "Nuk kam asnjë mundësi, unë jam shumë e vjetër, unë nuk kam njohje me njerëzit e duhur." Ajo duhet të ndalonte së dënuar i veten në mënyrë që të merrte atë që donte. Vendosi të dashurojë një koncept të ri për veten. Imagjinoi se këndonte para një publiku dhe u mahnit, u magjeps dhe u zhyt në gëzimin e gjithë asaj imagjinate. Një derë e re u hap asaj sepse hoqi dorë nga mënyra e vjetër e të menduarit dhe pranoi të vërtetën për veten e saj. Ti duhet të dëshirosh që të ndryshosh. Sa dëshiron ti me të vërtetë që të jesh një person i ri? Dëshiron vërtet të ndryshosh kushtet, përvojat dhe gjithë personalitetin tënd? Kërkesa e parë është që ti duhet marrësh një vendim të qartë dhe të prerë në mendjen tënde se ke për të transformuar jetën tënde. Ti duhet ta dëshirosh që të ndryshosh me gjithë zemër dhe të ndalesh se qeni një makinë propagande që përsërit në mënyrë të kotë të gjitha konceptet, idetë dhe besimet e vjetra të ngulitura që nga lindja në të pavetëdijshmen tënde. Ndryshoje mendimin tënd dhe kështu ke për të ndryshuar fatin e jetës tënde. Si fitoi dashuria? Një burr nisi procedurat e divorcit kundër bashkëshortes së tij. Ankesa e tij kryesore ishte se ai ishte shumë ekstravagante. Teksa flisja me atë grua, zbulova se ajo nuk kishte marrë kurrë ndonjë vlerësim, mirëkuptim apo miratim nga i shoqi. Ndihej shumë e pasigurt dhe në fakt po përpiqej të blinte me para ndjenjën në thellë të brendshme të sigurisë që i kishte munguar gjithmonë. Ata vendosën të bëhen ortak të vërtet biznesi. Ai ndau me të njohuri të plotë për asetet e tij të biznesit dhe i tregoi se ajo ishte e siguruar më së miri në rast se atij do t'i ndodhte diçka. Ata filluan të luten së bashku çdo natë për harmoni, shëndet, paqe, udhëheqje dhe veprim të drejtë të Zotit, dhe të gjitha vështirësitë e tyre u shuan në dritën e dashurisë së Zotit. Lejoje dashurinë e Zotit në mendimet, fjalët dhe veprimet e tua, dhe gjithë bota jote do të shkrihet në mënyrë magjike në imazhin dhe ngjashmërinë e soditjes tënde të brendshme. Hapi i parë drejt një jete fitimtare. Ka njerëz të alkolizuar të cilat nuk duan të shërohen, ata nuk duan të heqin dorë nga pengesat e tyre mendore si inatet, hidhërimet, vetdënimi, mërit dhe vullneti i keq. Kur një i alkolizuar e pranon faktin se ai është i alkolizuar dhe ka një dëshirë të fortë dhe të shëndetshme për liri dhe paqe mendore, ai shërohet 51%. Teksa ai e përfituron lirinë, përparimin dhe zhvillimin e tij në mënyrën e duhur, fuqia dhe plotfuqishmit do të mbështesë atë. E kështu, simptomat e lënies së alkoolit dhe dëshira për të pirë alkool eliminohen automatikisht për t'i lënë vend gëzimit që jepet. Të gjithë ne duhet të fillojmë të largojmë pikpamjet, opinionet dhe besimet e reme të vjetra të mbartura e të ngulitura në mendjet tona kur ishim të rinj dhe të hapur për t'i pranuar ato. Njeriu i zakonshëm mendon dhe shpreh mendimet e vdekatarve. E kaluara e vdekur duket se mbizotëron në mendjet e miliona njerëzve. Unë njoh njerëz të cilët gjatë 50 viteve të fundit nuk kanë përvetësuar asnjë ide apo pikpamje të re. A je ti viktime propagandës apo mendon vetë? Një grua më tha njëherë se ajo e dinte saktësisht se si burri i saj do reagonte ndaj titujve të gazetave, ndaj opinionistëve dhe politikanëve, madje mund t'i citonte pothuajse fjalë për fjalë reagimet e tij ndaj temave fetare. Ai është si fëmijët në kinën komuniste, të cilët janë të detyruar të mendojnë, të flasin, të veprojnë dhe reagojnë sipas një modeli të përcaktuar. Këta fëmijë bën si një gramafon që riprodhon çdo gjë që është në disk. Gramafoni është e pavetëdijshmja e cila riprodhon me besnikëri çdo gjë që i jepet. Ti nuk e lindur për të qenë një automat. Ti duhet të mendosh vetë, mos i lejo të tjerët të mendojnë dhe të flasin prej teje dhe për ty.
Mos I lejo të tjerë të grabisin dhe të ndoti mendjen tënde me mendime frike, urrëtie, keqdashje, sëmundje dhe fatkeqësie. Nëse ke një vesh të gatshëm për të pranuar dhe dëgjon paragjykimet dhe frikën e njerëzve të tjerë, kështu ti mund të kontaminosh veten tënde me të njëjtat gjëra. Shkaku I pengesës së lumturisë martesore. Janë një shembull kur të vdekurit në thonjza folën dhe vepruan përmes një babai të ri. Ai ishte në prag divorci nga gruaja e tij pasi ajo nuk I bënte fëmijët të gjunjëzoheshin dhe të luteshin çdo natë para se të flinin. Pengesa e tij mendore ishte se ai kishte një nënë tepër të rrept, e cila ishte edhe një fanatike fetare. Ajo I kishte detyruar atë të gjunjëzojë dhe të përsëriste përmendësh disa lutje çdo natë para se të flinte. Kur kishte qenë I vogël, e kishte urryer atë rutinë para gjumit dhe e kishte mbartur të shtypur në të pavetëdijshmen e tij një rebelim kundër ndëshkimit të nënës së tij. Nga pikpamja psikologjike, ky baba I ri po përpiqej të lante hesapet me nënën e tij, duke u imponuar 3 vajzave të njëjtin ritual fetar që ai ishte detyruar dikur të ndiqte. Gruaja e tij e kishte zakon të mësonte vajzave të tyre disa lutje të thjeshta kur ato ishin në shtrat, duke theksuar se Perëndia është një perëndi I dashurisë dhe se ai do t'i ruante ato si një baba I dashur. I shpjegova atij babait të ri arsyen e pakënaqësisë ndaj gruas së vet, duke vënë në dukje se ajo e kishte frustruar në mënyrë të pavetëdijshme dëshirën e tij për hakmarrje, duke shkaktuar kështu ndjenjat e tij armiqësore të projektoheshin tek ajo. Ai e kuptoi se bllokimi mendor I lumturisë martesore ishte brenda tij, por rrjedhoi e pranoi me dëshira të shpjegim. Shpjegimi ishte kura e tij. A sundon mbi ty e kaluara e vdekur? Vite më parë lexova një artikull në një gazetë angleze për Lordin Northshire të London Times, I cili tregonte për një burr që vinte në ndërtesën e Times çdo të shtunë pasdite, hynte në një dhomë të caktuar që ishte një dhomë gjumi dhe qëndronte atje deri të hënën në mëngjes. Lordi bisedoi me atë njeri dhe e pyeti pse ishte atje. Ai tha se kishte sjell me vete për fundjavë rreth 12 kilogram florin në rast se banka do të kishte nevojë për të. Fakti I mahnitshëm është se kur Lordi telefonoi bankën, ata thanë se ka patur shumë burra të tjerë me qese floriri që e kishin zënë atë dhomë gjatë fundjavave që prej rreth 100 vitesh. Arsyeja e gjithë kësaj historie ishte për shkak të një urdhri të lëshuar nga pronari I Times gjatë betejës së Waterloo në vitin 1815, e cila ndodhi ditë të diele. Në atë kohë, kryeredaktori I gazetës donte të dërgonte njerëz për të raportuar ngjarjet e luftës, por nuk mund të mblidhte mjaftueshëm para për të mbuluar shpenzimet e ekspeditës. Të nesërmen ai bëri një marrëveshje me një bank në Londër për të dërguar rregullisht 1000 pound me vlerë në arë në ndërtesën e Times, kur banka mbyllej të shtunën në mesditë. Ky është një shembull I mendimit të një njeriu të vdekur që drejton një institucion të madh bankar për 100 vjet, duke rezultuar kështu në humbje kohe, parash dhe energjish. Largoj hijet e mendjes tënde. Apo përsëriti të njëjtat modele të vjetra mendimesh, duke kaluar në për të njëjtat lëvizje dhe reagime mendore si 30 apo 40 vjet më parë? A I ke pyetur veten për paragjykimet, frikën, qëndrimet e njëanshme dhe xhelozit e tua? Pse janë ato në mendjen tënde? Pse nuk je konsultuar me dikë për frikën tënde të pazakont? Nëse do ta bëje, do të zbuloje se ato janë një konglomerat I hijeve të liga në mendjen tënde dhe do kuptoje hijet nuk kanë fuqi. A nuk është ajo që ti friksohesh thjesht një mendim në mendjen tënde? Nuk ka frikë aty ku ka besim në Zot. Ti duhet të shqyrtosh të gjitha besimet e tua dhe të zbulosh burimin dhe origjinën e tyre. Merre një vendim përfundimtar tani. Një vendim të tillë, mos beso asgjë që nuk e kupton. Mëso për të pavetëdijshmen tënde dhe fuqinë e mendimeve të tua dhe do të zbulosh se parimi I shërimit gjendet brenda teje. Ti nuk I hipo një mushke për të shkuar në San Francisco apo në ndonjë vend tjetër të largët, siç bënin disa nga gjyshërit e tu, as nuk I dërgon mesazhet e tua në Chicago përmes postierëve me kuaj. Në të njëjtën mënyrë, ti nuk mund të lejosh besimet e vdekura, bestyte ignorante të paraardhësve të tu që të qeverisin, sundojnë dhe manipulojnë mendjen tënde.
Ka shumë njerëz që mendojnë se nëse përsëritin vazhdimisht një thënie magjike apo besnytni, ata mund të ndryshojnë rrethanat e tyre pa qenë e nevojshme të ndryshojnë mentalitetin e tyre. Për rrjedhoj, ata janë të zhytur gjithnjë në zhgënjim. Pse ai nuk mund t'i mbante punonjësit e tij? Një biznesmen mu ankua njëherë se nuk i mbante dot punonjësit e tij. Punonjësit i vinin e iknin vazhdimisht. Zbulova se ai kishte një temperament merrsisht të keq që i kishte larguar të gjithë në punësit e tij. Kur e kuptoi se pengesa ndodhej brenda vetes dhe vendosi të ndryshonte mendimet e tij dhe t'i mbante ato të ndryshuara, ai u lut që inteligjenca e pafund të tërhiqte te ai punonjës që do ta vlerësonin dhe do ta donin punën dhe gjithashtu do të ndjenin se ata paguheshin në mënyrë më të përshtatshme. Për më tepër, u lut për paqe, harmoni, begati dhe lumturinë e secilit punonjës. Ai filloi të rrezatojë dashuri dhe vullnet të mirë për të gjithë klientët, gruan dhe fëmijët e tij. E bëri shpesh këtë gjë sepse lutja është zakon. Ky njeri nuk ka më probleme me punonjësit e tij dhe bashkëpunëtorët e ngushtë të biznesit. Çdo gjë shkon për mrekulli. Pse vonohet përgjigja? Nëse duket se ka një vonesë në marrjen e një përgjigjeje për lutjen tënde, kjo mund të jetë për shkak se vështirësia është e rrënjosur thellë në të pavetëdijshmen tënde. E kërkon më shumë lutje ose për shkak se ti nuk po lutesh në mënyrën e duhur. Në këtë rast kërko që inteligjenca e pafund të zbulojë ato që duhet të dish dhe përgjigja do të vijë. Kur një burr thot se i duhet të sigurojë një provë deri të hënën ose të martën e javës që vjen, përndryshe gjykatësi do të vendosë kundër tij, apo se ai do të humbas biznesin e tij nëse nuk jep një përgjigje të menjëhershme, ai duhet t'i kujtojë se Zoti nuk dështon kurrë, Zoti nuk vonon kurrë dhe Zoti është i pavarur nga koha dhe hapësira. Koha nuk ka shumë rëndësi sepse lutja merr rezultate pavarësisht se çfarë thot gjykata në një ditë të caktuar. Ti i beson Zotit që të rregullojë gjithçka, pavarësisht se çfarë do të ndodhë të hënën ose të martën që vjen. Ti vazhdon duke e ditur se lutja fiton gjithmonë, pavarësisht se çfarë mund të ketë ndodhur. Si ta duash ligjin e jetës? Paqe të madhe kanë ata që duan ligjin tënd dhe nuk ka asgjë që mund t'i rrëzojë. Psalmi 119:165. Teksa ti e do ligjin se mendimi yt është krijues dhe se shpirti rrjedh përmes modeleve të mendimit tënd dhe imazheve krijuese, ti do të largohesh nga çdo ndjenje keqe dhe koncept negativ. Kur të vjen shtysa e dëshpërimit, ajo ka për të nxitur të mendosh për qëllimet dhe idealet e vërteta, me anë të cilave ti ja kushton energjitë, dëshirave, aspiratave dhe ambicjeve të tua në vend të kushteve dhe rrethanave. Duaje idealin tënd derisa të jesh i zhytur dhe i gjithë përfshirë në të. Lëri të vdesin mendimet e vjetra dhe të pavlera. Duaj modelet e reja tërheqëse dhe lartësuese të jetës. Bota e jashtme mund të debatojë me botën e brendshme të ëndrave dhe idealeve të tua, por mos harro se e jashtmja është efekt, jo shkak. Sigurohu që energjia, vitaliteti dhe fuqia e besimit tënd të përputhen me idealin që kërkon. E kështu do të ecësh në rrugën e pjekurisë shpirtërore. Në çdo vështirësi gjendet fara e mundësive. Ti bësh ballë problemeve të tua. Emerson tha: kur njeriu ulet mbi astëkun e avantazheve, ai shkon të flejë. Kur ai rrëzohet, mundohet, mposhtet dhe keq trajtohet, ai ka mundësinë që të mësojë diçka. Ati është vënë në provë guximi dhe burrëria e tij. Ai ka fituar fakte, ka mësuar mbi ignorancën e tij dhe është shëruar nga marrëzia e tij e mendje madhësisë. Bëj ballë provokimeve të tua, vendos tani me qetësi dhe besimin në Zot për t'i zgjidhur ato. Dera do të hapet dhe rruga do t'rregohet. Si ta ndalësh të ashtu quajturin ters? Dua të përmend një përvojë që me sa duket u ndodh shumë njerëzve. Ata fillojnë një projekt të admirueshëm ose vendosin të kryejnë detyrën e ngarkuar nga punëdhënësi i tyre dhe zbulojnë se nuk janë në gjendje ta përfundojnë atë. Ata thonë se u ndodh diçka në minutën e fundit, si për shembull njeriu që do të firmosë vdes krejt papritur ose ndryshon mendje në minutë të fundit.
Një aktore më tha se fundmi se gjithçka i kishte shkuar mirë derisa u thirr për të nënshkruar kontratën dhe producenti pësoi një atak në zemër gjysmore përpara nënshkrimit. E kështu që kontrata u shty. Të tjerë ankohen se vlera e mallrave bie fiks në momentin që ata janë gati të nënshkruajnë marrëveshjen. Vonesat e bllokimi janë në mendjen tonë. Ato që kemi frikë, atë tërheqim. Ato që presim të na ndodh, atë përjetojmë. Ndale të ashtu quajturin ters dhe ngrije zërin me guxim. Unë dhe ati jemi një. Zoti mendon, flet dhe vepron nëpërmjet meje. Ka vetëm një fuqi dhe ajo fuqi lëviz në harmoni dhe unitet. Asnjë person, vend apo send nuk mund të ndërhyjë në punën e Zotit dhe puna ime është vepër e Zotit, sepse Perëndia vepron nëpërmjet meje. Në të jetoj, lëviz dhe kam qenien time. Në mua Zoti jeton, lëviz dhe shprehet plotësisht. Puna e Zotit nuk mund të vonohet. Zoti është gjithmonë i suksesshëm dhe mund t'i plotësoj të gjitha gjërat. Zoti është i suksesshëm, plotëson çdo angazhim të tij. Ajo që është e vërtetë për Zotin është e vërtetë për mua. Unë i sjell të gjitha angazhimet e mia drejt përmbushjes dhe realizimit hyjnor në urdhrin hyjnor nëpërmjet dashurisë hyjnore. Ti duhet ta dëshirosh atë që dëshiron me zell, entuziazëm të mjaftueshëm për të marrë mundimin për të mësuar se si të mendosh qartë, kthjellët dhe shpirtërisht, pasi mendimi është shkaku i vetëm. Bashkohu me Zotin dhe do të ngrihesh triumfalisht mbi të gjitha problemet, sepse ai nuk dështon kurrë. Ju solla me krah shqiponje pranë meje. Eksodi 19:4. Ide që duhet i mbash mend. 1. I vetmi moment që ka rëndësi është momenti i tanishëm. Ndryshoje mendimin tënd të tanishëm dhe mbaje të ndryshuar dhe ti do të ndryshosh fatin e jetës tënde. 2. E kaluara ka vdekur, nuk ka fuqi mbi ty. E vetmja fuqi është mendimi yt i tanishëm. Mendo për çdo gjë që është e bukur dhe e mirë. 3. Nëse je i mirë tani, je po aq i mirë sikur të mos kishe qenë kurrë i keq. 4. Duhet heqësh dorë nga inati dhe vullneti i keq në mënyrë që të kesh jetë të mirë dhe shëndet të përsosur. 5. Për të bërë një person i ri, duhet të dëshirosh me gjithë zemër të ndryshosh mendimet e tua dhe t'i mbash ato të ndryshuara. 6. Fshij rrënjët e urrejtjes duke i dëshiruar sinqerisht personi tjetër, harmoni, gëzim, paqe dhe të gjitha bekimet e jetës. 7. Bëhu një ortak i vërtet me bashkëshorten tënde duke ndarë me të një histori të plot për asetet e biznesit tënd. Tregoje asaj se është e siguruar mirë në rast se diçka të ndodh ty. 8. Kur një i alkolizuar pranon faktin se është i alkolizuar dhe ka një dëshirë të madhe për të hequr dorë nga alkooli, ai shërohet 51%. 9. Mendo vetë, mos i lejo të tjerët të mendojnë dhe të flasin nga ti dhe për ty. Mos u bëj si një gramafon që riprodhon çdo gjë që është në disk. 10. Babai nuk duhet të përpiqet të lajë hesapet me nënën e tij duke u imponuar fëmijëve të tij të njëjtat rituale fetare që ai ishte i detyruar t'i ndiqte kur ishte fëmijë. 11. A ndodh që mendimet e vdekura të skaluarës tënde, si tradita, besimi dhe dogma të shkaktojnë humbje kohe, parash, energjie dhe përpjekjesh? 12. Frika jote është një grumbullim i hijeve të këqija në mendjen tënde dhe duhet të dish se hija nuk ka fuqi. 13. Mos beso asgjë që nuk e kupton. Mëso funksionimin e të pavetëdijshmes dhe të pavetëdijshmes tënde dhe ke zbuluar fuqinë shëruese brenda vetes. 14. Një punëdhënës duhet të lutet për paqen, harmoninë, begatinë dhe lumturinë e gjithë punonjësve të tij. Ai gjithashtu duhet të ndjejë dhe të dijë se ata paguhen në mënyrë të drejtë. 15. Pengesa për shëndetin, lumturinë dhe arritjet tona gjendet gjithmonë në mendjen tonë. 16. Besoj Perëndis që t'rregulloj gjithçka, pavarësisht nga ajo që ndodhi të hënën ose të martën e kaluar. Lutja gjithmonë fiton, pavarësisht se çfarë mund të ketë ndodhur. 17.
Duaje modelet e reja, tërheqëse dhe lartësuese të jetës. Duaje idealin tënd derisa të jesh i përfshirë kokë e këmbë e i zhytur në të. 18. Bëj ballë problemeve të tua. Besimi yt te Zoti dhe fuqia e Tij do të të mundsoj t'i kapërcesh të gjitha problemet. 19. Atë që kemi frikë, atë tërheqim. Atë që presim të na ndodh, atë përjetojmë. Dije se ajo që është e vërtet për Perëndin, është e vërtet për ty dhe mrekullitë do të ndodhin teksa ti lutesh. Kapitulli 10. Të jesh, të bësh dhe të kesh. A je i lumtur që je gjallë? A ke menduar ndonjëherë se sa shumë mrekulli ka brenda teje? Jeta jote është jeta e Zotit dhe ajo jetë është e jotja tani. Të gjitha fuqitë e Zotit janë brenda teje. Jeta e pafund kërkon të shprehet përmes teje në formën e dëshirave të tua. Ti dëshiron të jetosh dhe të shprehesh dhe të jesh i lumtur, i lirë dhe i begat. Ti dëshiron të jesh ai që ti ëndërron. Ti dëshiron të bësh atë që të pëlqen, edhe dëshiron të kesh dashuri, shoqëri, një shtëpi të bukur dhe të gjitha gjërat që të mundsojnë të jetosh me bollëk, pasuri dhe lavdi. Pas çdo përparimi gjente dëshira. Parimi i jetës që na gjallëron të gjithëve, dëshiron të shprehet dhe të përjetohet. Pema dëshiron të rritet, lulja dëshiron të lulëzoj, zogu dëshiron të këndoj. Në këto momente ndoshta ti dëshiron shëndet, lumturi, përkatësi, bollëk dhe siguri. Çdo gjë që ti bën është në përgjigje të dëshirave të tua. Dëshira të shtyn është shtylla e veprimit, është shtytja e parimit të jetës. Fermeri mbjell farën për shkak të dëshirës së tij për të marrë ushqim për veten dhe familjen e tij. Njeriu ndërton aeroplan dhe anije kozmike për shkak të dëshirës së tij për të kapërcyer kohën dhe hapësirën dhe për të eksploruar universin. Dëshira jote të kujton diçka në jetë e cila nëse pranohet prej teje, ka për ta bërë jetën më të plotësuar dhe më të lumtur. Sa më e madhe të jetë pritshmëria e asaj që do të përfitosh prej dëshirës, aq më e fortë është dëshira. Aty ku nuk ka përfitim, arritje ose avancim, nuk ka dëshirë për rjedhoj, nuk ka dhe nuk ndërmerret asnjë veprim. Dështimi për një periudhë të gjatë kohore për të realizuar dëshirat tona, për të qenë, për të bërë dhe për të patur çfarë duam, rezulton në zhgënjim dhe pakënaqësi. Ti kërkon të zgjedhësh lumturinë, paqen, begatinë dhe të gjitha bekimet e qiellit. Dëshira jote të shtyn të thuash: kjo është e mirë, prandaj unë e zgjedh atë. Ndërsa kjo është e keqe, kështu që unë e refuzoj atë. Zgjedhja nënkupton perceptimin e diçkaje të pëlqyeshme mbi atë që refuzohet. Pse shtypja e dëshirës është katastrofë? Asgjësimi dhe shtypja e dëshirës sjell pasoja katastrofike. Nëse njeriu e bën një gjë të tillë, e mira dhe e keqja do të ishin njësoj për të, sepse asgjë nuk do të mund t'ia nxjiste atij një dëshirë. Ai do të bëhej i vdekur për çdo ndjenjë dhe për çdo shtysë për të vepruar. Kur ti ke një dëshirë, kjo do të thotë që ti zgjedh një gjë mbi një tjetër. Kur nuk ka më dëshirë, nuk ekziston më asnjë aftësi e tillë për të zgjedhur. Kam parë besimtar të përkushtuar indian, të cilët me vendosmërinë e tyre për të shtypur çdo dëshirë, si të mirë ashtu edhe të keqe, shndërrohen në forma njerëzore të zbrasta. Qenie të pashpresa, të cilët dikur ishin njerëz të gjallë, vrasja e dëshirës do të thotë apati, mungesë ndjenjash dhe mungesë veprimi. Dëshira është shkaku i të gjitha ndjenjave dhe veprimeve dhe është parimi që lëviz universin. Dëshira është fuqi krijuese dhe duhet të kanalizohet dhe drejtohet me mençuri. Dëshira dhe përmbushja e saj ndodhin në mendjen tënde. Dëshira nuk është e ligë. Nuk ka dëshira të liga në kuptimin e vërtet. Ti mund ta drejtosh në mënyrë të gabuar ose ta keq interpretosh dëshirën që buron brenda teje. Për shembull, nëse je i varfër, ti dëshiron pasuri. Nëse je i sëmur, dëshiron shëndet, nëse je i burgosur, dëshiron lirinë. Ti mund të dëshirosh dashuri dhe shoqëri apo përkatësi. Njeriu që dëshiron pasurinë me ignorancën e tij mund të përmbush shtysën ose dëshirën e tij duke vrarë një bankier ose duke grabitur një dyqan.
Ky është përdorimi i gabuar i dëshirës së tij dhe normalisht ai përfundon në burg dhe i akuzuar për vrasje. Mësoja një njeriu se ekziston një inteligjencë e pafund brenda tij, e cila mund t'i përmbush dëshirat e tij dhe ai ka për ta kapërcyer ndjenjen e kundërshtimit dhe zhgënjimit. Dëshira e njeriut për ushqim është e drejtë dhe normale, por vrasja e dikujt për t'i marrë atij një copë bukë shkakton dhunë, kundërshti, faj dhe vetë shkatërim. Dil nga burgu i dëshpërimit. Ushqeje thjeshtësinë dhe spontanitetin, duke ditur se çdo gjë që ti kërkon në lutje duke besuar, do ta marrësh. Beso tani që ti mund të bësh atë që dëshiron të bësh dhe se mund të jesh ai që dëshiron të jesh. Asnjë njeri i ndritur sot nuk beson si një fat mizor na bashkon me sëmundje, mjerim ose vuajtje. Nuk ka asgjë tjetër që na mban me mediokritet në gjendje të keqe shëndetësore ose në mjerim, përveç mendimeve tona dhe besimeve të rreme. Dil nga burgu i frikës, dëshpërimit dhe vetmisë. Mos beso më se Zoti të jep sëmundje për shkak të ndonjë arsyeje të çuditshme apo se të duhet ta durosh sëmundjen e t'i nënshtrohesh asaj. Është blasfemi të thuash se Zoti po të ndëshkon. Është gjithashtu blasfemi të vajsosh Zotin për sëmundjen tënde. Mendja dhe trupi yt janë një. Në fushën e mjekësisë psikomatike dihet se është e pamundur të thuhet se ku fillon mendja dhe ku mbaron trupi. Studimet e sotme shkencore zbulojnë se shkaqet e fshehura të sëmundjeve fizike qëndrojnë në thellësitë e koklavitura të mendjes, në inatet e zemërimit, në dëshirat konfuze, në xhelozitë dhe ankthet. Është marrëzi të fajsojmë Perëndin për problemet që i sjellim vetes përmes mendimeve tona të gabuara ose nga dështimi për të nisur për të menduar. Gjithçka që e donte ishte të bëhej shpirtërore. Një vajzë më tha dikur se gjithçka që e dëshironte ishte të bëhej shpirtërore, spirituale. Kjo është dëshira e përgjithshme e të gjithëve, por terminologjia nuk është e njëjtë. Kur ke me të vërtet një mendje shpirtërore, ti e shpreh veten plotësisht në të tashmen. Ti e kupton se një makinë është një ide shpirtërore që është të parkuar në garazhin tënd. Një sanduiç me prosciutto kur je i uritur është një përgjigje lutjes tënde dhe është gjithashtu diçka shpirtërore. Kur këndon mirë në skenë, kjo është diçka po aq shpirtërore sa një njeri që këndon mirë Psalmi 23 në një kor. Burri që riparon çatinë e shtëpisë tënde po kryen një punë po aq shpirtërore sa edhe pastori, priftjet e tjerë. Kupto se shpirti dhe trupi janë një. Mos i drejto sytë e gjërat materiale, ndalo një herë mirë së ndari shpirtin nga mishi dhe gjaku i botës. Çdo veprim fizik, pavarësisht sa bazik mund të konsiderohet, është frymë gjallë brenda teje që gjallëron formën materiale. Ti nuk degradohesh apo nënçmohesh kur lan një dyshemet të pista apo pastron stalla me bajga. Nëse dënon ndonjë gjë në këtë botë, ti po ul dhe po zhvlerëson veten tënde. Lartësoje dhe vishu me dëshirën tënde. Lisi flen nën lis, zogu pret një vezë dhe Zoti pret ty për t'u shprehur dhe riprodhuar në ekranin e madh të hapësirës. Thomas Edison ishte një operator telegrafik i rëndomt dhe megjithse ishte i shurdhër dhe i kishin përjashtuar nga shkolla, ai kishte një dëshirë të madhe për të ndriçuar botën. Inteligjenca e gjallë brenda tij ju përgjigj nën kuptimin e plotë të fjalës, bindjes dhe besimit të tij. Vishe dëshirën tënde, lartësoje atë në mendjen tënde, zbukuroje dhe zmadhoje atë, lejoje që të magjeps aq shumë sa të kërkoj shpirti, bjerë në dashuri me dëshirën tënde. Pamja mendore që ke në kokë e mbështetur nga besimi do të manifestohet nga e pa vetëdijshmja. Idet të zotërojnë. Mira vjet më parë mistikët hebrejnë thanë, njeriu është ashtu siç ai e imagjinon veten. Ideja jote është një imazh që del spontanisht nga thellësitë të pavetëdijshmes tënde ose nga bota e jashtme. Aftësia jote e imagjinatës i vesh të gjitha idetë dhe i projekton ato në ekranin e madh të hapësirës. Kjo është arsyeja pse mendimet janë gjëra. Njëra është e brendshmja dhe tjetra është e jashtmja e të njëjtit realitet.
Quimby nga Maine tha me shumë se 100 vjet përpara që njeriu lëviz ashtu siç e shtyn, njeriu vepron ashtu siç veprohet ndaj tij. Sot kjo është një e vërtet moderne psikologjike. Idetë tua të drejtojnë dhe të zotërojnë. Ideja jote priret të realizohet vetë. Aftësia kryesore e njeriut është imagjinata e tij. Përdore atë me mençuri, me maturi dhe në mënyrë konstruktive. Imagjino atë që është e bukur dhe e mirë. Ta bëjmë njeriu sipas shëmbulltyrës son. Zanafilla 1:26. Perëndia imagjinon veten si diell, hën, yje, botë ose njeri, e më pas ai e ndjen veten të jetë ashtu siç e imagjinon të veten. Ideja dhe ndjenja bashkohen dhe kështu krijohet kosmosi. Perëndia imagjinon të vete si njeri, pastaj nëpërmjet ndjenjës ai u bë ashtu si e imagjinon të veten të ishte. Jep jetë dhe besim imazhit tënd mendor. Dhe ai do të bëhet i gjallë në jetën tënde. Kështu bëhet ai që dëshiron të bëhet. Çfarëdo që ti nis me fjalët unë jam, ashtu do të bëhesh. Unë jam është emri i Zotit që do të thotë qenie, vetëdije, ose jetë e kulluar. Nëse ti thua unë jam i sëmur, do të sëmuresh. Nëse thua unë jam i varfër, do të bëhesh i varfër. Pse bashkohesh me ndjenjën e varfërisë? Nis të thuaj, unë jam i fort, unë jam i shëruar, jam i përsos, unë jam i fuqishëm, rrezatues, i ndriçuar dhe i frymëzuar. Ndjeje të vërtetën e asaj që beson dhe mrekullitë do të ndodhin në jetën tënde. Mos lejo që ndjenja jote të bashkohet me një imazh të kufizuar, sepse ke për të shkaktuar pasojat e aleancës tënde të pashenjtë. Besoje ligjin e përmirësimit. Le të rikthejmë disa prej pikave kryesore të këtyre të vërtetave të rëndësishme mbi të cilat u trajtua ky kapitull. Ti nuk i jep jetë farës në tokë, por duhet ta vendosësh atë në tokë. Ti e ujit farën rregullisht duke përshpejtuar kështu rritjen e saj. Le të shikojmë mendjen tonë. Fara është dëshira jonë për të qenë, për të bërë ose për të patur. Ti duhet ta vendosësh atë në tokën pjellore të mendjes tënde, të mos përdorësh asnjë forcë apo trysni mendore dhe të mos përpiqesh që ta rrisësh. Detyra jote është të mbash larg mendimet negative të dyshimit dhe frikës, të cilat tentojnë të neutralizojnë lutjen tënde pozitive. Përvetëso ndjenjen e lumturisë dhe kënaqësisë, duke imagjinuar përmbushjen e dëshirës tënde. Dëshira ose ideja jote është thelbi i gjërave që shpresohen dhe prova e gjërave që nuk shihen. Dëshira jote është po aq reale sa dora ose zemra jote dhe ka formën, madhësinë dhe substancën e vet në një dimension tjetër të mendjes. Besoje se e ke tani dhe do ta marrësh. Konsideroje krijimin ose idenë tënde mendore si një realitet shpirtëror, e më pas besoj në mënyrë absolute ligjit të zhvillimit që ka për të realizuar atë. Ec me bindjen që ka për të ndodhur derisa dita të ndriçohet dhe hijet të largohen. Frymëzoje veten. 1. Dëshira është shkaku i të gjitha ndjenjave dhe veprimeve dhe është parimi që lëviz universin. 2. Mëso se ka një inteligjencë të pafund brenda teje, e cila mund të përmbush dëshirën tënde dhe ti do të kapërcesh çdo ndjenjë kundërshtimi dhe zhgënjimi. 3. Brenda teje ka një fuqi që do të lartësoj, do të drejtoj në rrugën e epërme drejt lumturisë, shëndetit dhe realizimit të ëndrave të tua më të mëdha. 4. Nuk ka asgjë që na mban në mediokritet, në gjendje të keqe shëndetësore ose në mjerim, përveç mendimeve tona dhe besimeve të rreme. 5. Nuk je i degraduar apo i nënçmuar kur lan një dyshemet të pistë apo kur pastron stalla me bajg. Pastërtia gjendet pranë për perëndishmërisë dhe çdo punë është e nderuar. 6. E mira dhe e keqja janë në mendimet e tua, dhe ti ngjyros gjithçka në univers nga mënyra se si mendon dhe ndjen. 7. Dëshira e zjarrt për të qenë dikush dhe për të bërë diçka do të drejtojë në rrugën e epërme drejt suksesit dhe arritjes. 8. Imazhi mendor që ke në kokë, i mbështetur nga besimi, do të manifestohet nga e pavetëdijshmja jote. 9. Në shitjen e një shtëpie, imagjino sikur e ke çekun në dorë, i mirënjohës për çekun dhe gëzohu që e ke në xhep.
ndjeje që është reale dhe pa vetëdijshmja jote, do ta bëj atë që të ndodh. 10. Ti je ajo që ti imagjinon dhe ndjen se je. 11. Konsideroje idenë tënde mendore si një realitet shpirtëror, e më pas besoj në mënyrë absolute ligjit të zhvillimit që të bëhet realitet. Ec me besimin se është kështu dhe do të përjetosh gëzimin e përgjigjes së lutjes.